تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ne bi'idhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë libër madhështor al-Muharrar fil Hadith dhe jemi domethënë te Kitabul Hajj, te libri domethënë i Haxhit, te libri domethënë i Haxhit, që do vazhdojmë domethënë me disa hadithe tash. Dhe këtu është Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, ka fundi domethënë i kapitujve të Haxhit dhe është domethënë është ala domethënë babu sifatil hajj, domethënë kapitulli mënyra e haxhit, mënyra e haxhit. Këtu e përmend hadithin e radhës Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, hadithin 725, ku thot an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yarmul fi as-sab'i alladhi afada fihi. Në këtë hadith që transmeton Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma se thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në tavafin ifada nuk ecte me atë ecjen të përshpejtuar. Do thonë nuk nxitonte në ato 3 xhirot të para. Se siç u përmend domethënë në fillim se kur ka mri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, në tawafin e arritjes në Mekë, i ka porositur shokët e tij domethënë që në 3 xhirot e para, në 3 rrethet e para domethënë me ecje të përshpejtuar. Për këtë hadithit e mësojmë tash se ajo ecja me ecje të përshpejtuar dhe me hapa të përafërta ka qenë vetëm domethënë në tawafin e arritjes në Mekë, kurse tawaf el-ifada nuk vlen kjo. E ala ma pak vlen domethënë në tawaf el-wada, në tawafin domethënë në lamtumirës. Domethënë nuk bën me ecje të përshpejtuar as në tawafin lamtumirës e as domethënë në tawaf el-ifada. Por ajo ecja, se dikush mundet me keq kuptu, mendon domethënë, e ka dëgju hadithin domethënë, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar shokët e tij me ecje të përshpejtuar, atëherë me kujtu domethënë çdo tawaf bëhet kështu. Jo. Kjo është vetëm në tawafin domethënë kur njeriu arrin në po. Tamam. Kjo është vetëm domethënë, a dëgjohet tash? Tamam. Kjo është vetëm domethënë në tawaf el-ifada e jo në tawafin domethënë që nuk është në tawafin el-ifada, as në tawafin lamtumirës, e as në tawafet që do njeriu me i bë në mënyrë vullnetare kur qëndron në Mekë. Nëse do dikush domethënë me bë tawaf, mos t'i kujtoj vetes domethënë se unë tash duhet ato 3 xhirot të parë me domethënë me ecje të përshpejtuar, po jo. Domethënë me ecje normale. Kjo vlen domethënë kur njeriu arrin domethënë në Mekë. Është quajtur tawaf el-ifadatu, është quajtur ifada për shkak se njeriu niset ose largohet domethënë nga Mina në drejt Mekës, domethënë drejt Qabes. Për këtë shkak domethënë është quajtur domethënë tawafi këtu, tawaf el-ifada, tawaful ifada. Edhe si e përmend edhe këtu Sheikh Zejdi rahimahullah, se
kjo është domethënë e ligjshme, ecja e përshpejtuar në arritjen në Mekë. Kjo është mendimi domethënë i shumica e dietarëve. Shumica e dietarëve domethënë kanë këtë mendim. Se ajo bëhet vetëm në tawaf el-qudum, kur arrin haxhiu ose umrexhiu në Mekë, e pastaj nëse bën tawaf el-ifada gjatë haxhit ose tawaf el-wada, atëherë domethënë nuk ecë me ecje të përshpejtuara. Edhe këtu duhet domethënë me i pa këto detaje dhe këto imci se si sahabët ridwanullahi alehim domethënë në çdo lëvizje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë regjistruar. Se domethënë dikush si bën përshtypje, e tregon një herë domethënë se ka ecë me ecje të përshpejtuar, edhe kaq, jo. Domethënë kanë bërë dallim në tawaf el-qudum, tawaf el-ifada, tawaf el-wada' e kështu me radhë. Që musliman domethënë të jenë në dijeni dhe siguri për fenë e tyre. Pasaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري. Këtë hadith që transmeton Enesi radiallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi i gjuajti guralecët në ditën e fundit të ditëve të Tashrikut, domethënë dita e 13. Pasi i gjuajti guralecët të Xhemerat, atëherë, siç e thot edhe Imam Ibn Bazi rahimahullah, është prej sunnetit që njeriu mos me fal drekën e dhikindin në Mina. Do thonë haxhiu që ka shku në haxh edhe që qëndron në ditët e Tashrikut në Mina, kur vjen koha domethënë, dita e 13 këtu për shembull siç është, me u largu prej Mina dhe me shku me bo tawaf el-wada, tawafin lamtumirës, atëherë thot Sheikh Ibn Bazi rahimullah është prej sunnetit që mos me e fal drekën dhe ikindin në Mina, por e fal në Mekë ose rrugës në Mekë, si ka vepru pikërisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se këtu thot Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fali drekën dhe ikindin dhe akshamin dhe yacin thumma raqada raqtatan bil muhassab. Pastaj domethënë pushoi një pushim me një gjumë të shkurtër në vendin ku quhet el muhassab, që është, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, një vend jashtë Minës në drejtim të Mekës, por ala është më afër të Minës se sa domethënë të Qabes. Ama ishte jashtë Minës. Këtu kur arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë vend el muhassab, e fali drekën dhe ikindin dhe akshamin dhe yacin. Pas yacis, thumma raqada raqtatan. Pastaj domethënë raqda është domethënë në gjumë të shkurtër, domethënë gjumë që flen domethënë njeriu një periudhë të shkurtër, që pushoi pejgamberi alayhi salatu wasallam aty bil muhassab, e pastaj domethënë thumma rakiba ila al bayt. Pastaj i hypi deves së tij dhe u drejtua domethënë në drejtim të Qabes. Edhe aty domethënë në fatafa bih. Pastaj domethënë këtu e bëri tawaf el-wada. Thot Imam Ibn Bazi rahimahullah këtu se kur mrini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, që me e kry tawaf el-ifada, ishte pas mesnatës. Pas mesnatës. Pasi që e bëri tawaf el-ifada, tawaf el-wada, tawafin lamtumirës, pasi që e bëri pejgamberi alayhi salatu wasallam tawafin lamtumirës, atëherë edhe e kapi aty në Qabën Mekë edhe namazi i sabahut, fejrin. Do thonë mrini pejgamberin alayhi salatu wasalam, namazi i fejrit te Qabja, aty domethënë i preu njerëzit në namaz, e fali sabahun domethënë pas tawaf el-wada. E fali namazin e fejrit, pas namazit të fejrit u drejtu pejgamberi alayhi salatu wasalam për në Medinë. U drejtua domethënë pejgamberi alayhi salatu wasalam për në Medinë. Pastaj hadithi i radhës, se këto dy hadithe domethënë kanë lidhje të ngushtë me njërin tjetrin,
ku thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Zuhri an Salim anna Abu Bakr wa Umar wa ibn Umar radiyallahu anhum kanu yanziluna al-abtah. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. Ky hadithi I dytë, I cili transmeton Zuhriu rahimahullah nga Salim dhe Salim biri I Abdullah ibn Omerit radiallahu anhum, tregon se Ebu Bekri radiallahu anhum dhe po ashtu Omeri radiallahu anhu dhe biri Omerit Abdullah ibn Omeri radiallahu anhum, ata zbritshin në el abtah, do thon pas minës, pasi që I kryshin do thon rritet e haxhit deri në ditën e 13 në Mina, ata zbritshin do thon në el abtah, edhe qëndrojshin aty, pushojshin një periudhë të shkurtër aty. El abtah në hadithin e parë të Enesit radiallahu anhu u përmend muhassab edhe el abtah është fjala për të njëjtin vend. Do thonë flasim këtu I njëjti vend. Do thonë dikush mundet me mendu do më thonë se janë dy vende të ndryshme, jo. Flasim, po ky vend do më thonë ka disa emra. El muhassab edhe el muhassab rrjedh nga fjala që aty grumbullohen guraleca ose zhavor të vogël për shkak të vërshimeve të shumta, sepse ky vend el muhassab është një vend, një lugin mes dy kodrave. Edhe shkaku kur vin vërshime, domethënë, aty mblidhen domethënë guraleca dhe zhavor I vogël. Edhe është quajtur domethënë sipas aty domethënë në situatës që është në vend. Po ashtu është quajtur el abtah. Pra, atë që ka vepru pejgamberi alayhi salatu wasalam, që pasi është largu prej minës, është ndal në el muhassab dhe ka fal drekën I kindin I ka bashku dhe akshamin me yatsin, kjo do të thotë është el muhassab dhe el abtah e njëti vend që e kanë vepru do më thonë edhe Ebu Bekri, edhe Omeri, edhe Abdullah ibn Omeri. Por thot Imam Zuhri rahimahullah, më ka transmetu ose më ka tregu Urwa radiallahu anhu wa rahima, nga Aisha radiallahu anha, se ajo ja ka shpjegu Urwas radiallahu anhu pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndal te vendi el muhassab. Pse? I ka thënë innama nazalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana manzilan asmah li khurujihi, sepse ai vendi aty el muhassab ose el abtah ishte vend I përshtatshëm që pastaj me dal prej aty dhe mu drejtu në Medina. Do më thonë, vendi geografik, ku është ky vendi, është vend do më thonë I përshtatshëm që pastaj, pasi përfundon haxhiu tawaf el wada, tawafin lamtumirës, që me dal edhe mos me u vënu prej daljes nga Mekë në drejtim të Medinës për banorët e Medinës, është ndal pejgamberi alayhi salatu wasallam aty. Jo do më thonë se është pjesa e haxhit, se tash do e shohim këtu do më thonë, shumica e dietarëve e kanë mendimin se kjo është prej riteve të haxhit. Të ndalet, do thonë që është mustahab, që të ndalet haxhiu te vendi që quhet el muhassab. Edhe aty me fal drekën I kindin, akshamin dhe yatsin, pastaj me pushu pak, edhe me shku do më thonë në te shtëpia Allahut të Çabja, me bo pastaj tavafin e lamtumirës. Këtë e kanë do më thonë gjumhuri, thot Sheikh Zejdi, gjumhuri dietarëve e kanë mendimin do më thonë se është do më thonë prej riteve të haxhit. Kurse mendimi I dytë dhe sipas Sheikh Zejdi rahimullah është mendimi më I sakt, është ajo që ka thënë Aisha radiallahu anha, nuk ka qenë do më thonë çështje ibadetit, që është ndal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty në atë vend, po zgjidhje praktike që pastaj ma lehet me dal do më thonë prej Mekë dhe me u drejtu në Medina. Shikoni do më thonë edhe këtë
zgjuarësi që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por ka pas prej sahabat, edhe nuk flasin për sahabat, këtu flasin për Abu Bekrin radiallahu anhu dhe për Omerin radiallahu anhu dhe po është Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu, që një gjë e tillë domethënë kanë pas, është prej riteve të haxhit, edhe ata domethënë e kanë vepruar një gjë e tillë. Por ajo që e shpjegon hadithi Aishës radiallahu anha tregon domethënë se ka qenë një zgjidhje praktike e jo që është prej ibadeteve të haxhit. Edhe duhet ta potencojmë këtu domethënë se Aisha radiallahu anha ka qenë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka shoqëruar domethënë në haxh. Edhe ajo ka ditë se ka qenë bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka ditë domethënë shkakun pse është ndal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikërisht domethënë në advent. Domethënë nuk është se është ibadet, po është domethënë zgjidhje praktike që pastaj domethënë në më mirë me u largu domethënë dhe me shku domethënë në Medinë. Sheikhul Islami i kohës son, Sheikh Ibn Bazi rahimahullah thotë se al-amru fi hadha wasi'un, se meseleja, çështja në këtë çështje, a ndalet haxhiu në këtë vend el Abtah ose el Muhassab, a ndalet aty dhe i fal këto 4 namaze dhe pushon pak, pastaj shkon në Kabe, ose nuk ndalet, ka domethënë hapësir. Wasi', ka hapësir domethënë. Nëse don domethënë, thotë Sheikh Ibn Baz rahimullah, mundet dikush ai që do, me u ndal aty, me i fal ato 4 namaze, me pushu pak, pastaj me shku domethënë të Qabja dhe me bota tavafin lamtumirës. E nëse do, e vazhdon domethënë deri në Mekë, edhe në rregull është. Do thonë ka hapësir. Nuk është puna domethënë aq e ngushtë, edhe që m'ja vështirësu domethënë në vetvetes. Pastaj hadithi I radhës an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal umira an-nas an yakuna akhiru ahdihim bil bayt illa annahu khuffifa an al-mar'ati al-ha'id muttafaqun alayh. Në këtë hadith, po ashtu që transmeton Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma tregon se janë urdhëruar njerëzit që vepra e fundit që bëjnë ata në Mekë, haxhilerat domethënë, të jetë domethënë në tawafi. Edhe këtu prej këtij hadithit mirët ose këtij transmetimi domethënë dhe është hadith se me thon umira nas, njerëzit janë urdhëruar. Kush mundet mi urdhëru njerëzit në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam përveç se ai domethënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu e ka dhënë domethënë urdhrin, kurse kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam umirna bi kadha wa kadha, jemi të urdhëruar me këtë e atë, atëherë do thotë domethënë se vjen urdhri për Allahu subhanahu wa taala. Por kur thot një sahabi umira nas au umirna bi kadha wa kadha, do thotë domethënë urdhri ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ajo që është në sunet domethënë është e vërtetuar edhe në Kur'an, që me pasu dhe me ndjekë dhe mos me refuzu. Pra domethënë janë urdhëruar njerëzit që vepra e tyre e fundit në Mekë me qenë domethënë në tavafi lamtumirës. Tavafi domethënë lamtumirës, për vetëm se është bë lehtësimi dhe përjashtimi për një grua që është domethënë me menstruacione. Ajo domethënë e ka këtë përjashtim, këtë lehtësim. Dhe këtu thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, hyn edhe gruaja domethënë që është në lehoni, që ndodh domethënë edhe gjatë haxhit me lind do një gru. Atëherë edhe ajo hyn domethënë në këtë lehtësim dhe këtë përjashtim. Kurse sa I përket çështja e të smurve, ata që janë të smur, që kanë ndonjë smundje, këtu ka khilaf mes dietarëve. A hynë edhe ata në këtë lehtësim dhe në këtë përjashtim, ose nuk hynë? Umira nas janë urdhëruar njerëzit janë këtu për qëllim do thonë haxhilerët. Jo dikush që nuk është në haxh. Ose ata që janë banorët e Mekës dhe nuk kanë shkuar në haxh. Këtu janë për qëllim domethënë ata që kanë shkuar në Mekë për me kry haxhin. Sa I përket, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, kur jemi te banorët e Mekës, a kanë banorët e Mekës tavaf lamtumirës? Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, përderisa që ndrojnë ata në Mekë, nuk bëjnë tavaf lamtumirës. Vetëm se nëse ndodh rasti që ata të bëjnë një udhtim, ai udhtim zgjat aq shumë sa që lejohet të shkurtohet dhe bashkohet namazi, në një rast të tillë bën domethënë ai me bë domethënë tawaf el wada, domethënë tawaf
lamtumirës. Për ndryshe domethënë qëndron aty dhe s'ka gjë. Sheikh Abadi hafidhahullah thot se ky hadith të Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhuma aludon nga dy aspekte, nga dy këndvështrime, se tawaf el wada është wajib në haq, kurse sa i përket në umra është mustahab. Kush bën umra, tawafi lamtumirës është i pëlqyer, kurse në haq është domethënë në wajib, është obligim. Nga dy këndvështrime. E para thot Sheikh Abadi hafidhahullah te fjala domethënë Ibn Abbasit radiallahu anhuma, umira nas, umira domethënë urdhër, që urdhri aludon domethënë se kjo gjë është obligim. E dyta, aspekti i dytë thot Sheikh Abadi hafidhahullah, është përjashtimi illa annahu khuffif anil mar'ati al-haid. Për vetëm se është bë përjashtimi domethënë për gruan që është me menstruacione. Nëse do ishte një gjë mustahab e pëlqyer, s'ka nevojë me u bë lehtësim për gruan. Sepse kush don e bënte, kush s'don nuk e bënte. Po këtu është potencu, është përmend, është theksu lehtësimi për gruan që është me menstruacione, që me tregu domethënë se për të tjerit e kanë për detyrë, e kanë obligim. Nga këto domethënë në dy aspekte. Dhe po ashtu domethënë në ky hadith, prej dobive të këtij hadithit tregon domethënë se sa i lehtë është sheriati Allahu subhanahu wa taala për me zbatu njerëzit. Domethënë Allahu taala nuk i ngarkon njerëzit te mundësive së tyre. Ajo gruaja domethënë me menstruacione, ajo në lehoni, edhe disa që kanë mendim të dietarëve hyn këtu edhe ata të smurit, domethënë nuk ngarkohen për te mundësive së tyre. Sa kanë mundësi domethënë na atë domethënë na i zbatojnë urdhrat të Allahu subhanahu wa taala dhe po ashtu urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu që duhet me pas kujdes, pasi njeriu e kryen tawaf el wada, tawafin lamtumirës, atëherë duhet të drejtohet domethënë në vendin, në pikën e tubimit që është marrë vesh domethënë me ata organizatorat e haxhit, që me unis domethënë dhe me dal prej Mekës. Gjatë rrugës tu shkon në hotel për shembull, në ditën e sotshme domethënë për hotelet, shkon te hoteli domethënë prej aty domethënë e vazhdon rrugtimin tënd për në vendlindje. Nëse gjatë rrugës domethënë tu shkon në hotel, njeriu blen diçka që ka nevojë për veten e tij, për ushqim, për pije, e të ngjashme, s'ka gjë. Ama nëse thot Sheikh Zeidi rahimullah, ti e ke kry tawaf el wada, edhe ki do shta kohë pak, edhe shkon në shopping center aty, te ato qendrat tregtare, sipas kujkimjat njërun e gjuhës, ke shku larg thonte, do thon shopping, me thon shopping center është, nuk i themi ne ashtu, i themi qendër tregtare. A je dakord, vëndri jon i dashur, Allahu të rujt. Do më thonë shkon qendër tregtare, edhe do më thonë rina aty, blen sene, blen petka, blen dhurata kështu, thot Sheikh Zeidi rahimullah, ky njeri do më thonë e ka prish tawafin lamtumirës. Sepse nuk ka qenë vepra e tij e fundit tawafin lamtumirës. Ky duhet edhe një herë me e bo. Për ndryshe thot Sheikh Zeidi rahimullah, nëse ky njeri do më thonë vjen në shtëpinë e tij, edhe ka vepruar një gjë e tillë, atëherë duhet me therr kurban. Duhet me therr kurban në Mekë domethënë, dhe të shpërndahet domethënë në mesin e njerëzve të varfër të banorëve të Mekës. Edhe njësoj thot Sheikh Zeidi rahimullah, nëse dikush për shembull haron ose habitet nga situata, ose i vjen domethënë shumë shkurt që nisja e ka haru, e ka vënu për çfarë do qoftë domethënë në pengesë ose nevojë ose sebet, atëherë domethënë ai e ka domethënë këtë detyrë që edhe nëse është kthyer në vendin e tij, edhe se ka bë tawafin lamtumirës, duhet domethënë me therr kurban. Edhe nëse e merr vesh ai ma vonë, mas 1 vjet, mas 2 vjet, mas 3 vjet, domethënë kjo është ala domethënë në detyrën e tij, që duhet domethënë me therr kurban për shkak se është wajib min al wajibat al hajj. Po qëndron situata tashala,
Nëse njeriu e ka kry tawafin lamtumirës, e ka kry, edhe shkon në hotelin e tij, edhe del aty në pikën e takimit, edhe autobusi vënohet. Vënohet 2 orë, 3 orë, 4 orë, 5 orë, 10 orë. Ai s'ka nevojë me përsërit tawafin lamtumirës. Pse? Se ky vënim nuk është në dorën e tij. Ky vënim nuk është në përgjegjësinë e tij. Nëse është situata domethënë e tillë. Pastaj hadithi i radhës an Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد ب100 صلاة. Këtë hadith Abdullah ibn Zubairit radiyallahu anhuma ku thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi në këtë xhamin teme këtu, në xhamin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, është domethënë më mirë se 1000 namaze në ndonjë xhami tjetër në botë. E namazi në xhamin e Qabes, Mesjidul Haram, është më mirë se 100 namaze se në xhamin time, domethënë. Jo. Këtu thot b100 salah. Alaysa kadhalika Abdul Aziz? Kjo është ajo që e njohim. Domethënë këtu thot salatun fil masjidil haram afdal min salatin fi masjidi b100 salah. 100,000 ekrem o 100 salah. Këtu shkruan domethënë 100 namaza. Jo 100,000. Po 100,000 do më thonë, edhe këtu Imam Ufejmini rahimullah kur e ka shpjegu këtë hadith, i ka ndërhy po ashtu dikush. I ka ndërhy. Po Sheh Ufejmini rahimullah thot 100 namaze. Ama kjo lidhet me xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po nëse është do më thonë xhamia e pejgamberit alayhi salatu wassalam 1000 herë më me vlerë se sa ndonjë xhami tjetër, atëherë 100 herë 1000. Fahimte? E kuptove tash? Kjo është domethënë, por në krahasim domethënë me xhami tjera 100,000, kur i bin domethënë 100 herë 1000. Kurse në raport me xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është sa 100 namaza. Këtu dikush mundet me bo pyetjen ga e solli Ibn Abdul Hadi rahimahullah këtë hadith në kapitullin e mënyrës së haxhit. Kurse këtu tregon domethënë për vlerën e xhamisë së Qabes dhe po ashtu vlerën së xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që kjo tregon domethënë aludon në një mënyrë është nxitje domethënë për haxhion. O ti haxhi që do shkosh në këto vende, do i vizitojsh këto vende të bekuara, Qaben dhe bi'idhnillahi ta'ala edhe Medinën, xhamin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, atëherë dije domethënë se kjo është vlera e namazit në këto xhamia. Dhe përqendrohu sa më shumë domethënë që mi fal namazet në to. Që mi fal namazet domethënë në xhami se shpërblimi është domethënë madhështor. Këtu ka domethënë një perl te fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam ku thot salatun fi masjidi hadha. Namazin këtë xhami, domethënë në këtë sipërfaqe që unë sot jam tu e tregu, tu aludu. E kuptoni tash këtu domethënë se thot nuk është vetëm fi masjidi, po masjidi hadha. Në këtë domethënë xhami që sot me këta domethënë për masa që ka qenë domethënë xhamia në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E kuptu domethënë? Edhe disa prej dietarëve kanë thënë se kjo vlera, kjo fadl me i pas sa 1000 namaze është vetëm në pjesën ku ka qenë xhamia në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aty e ke këtë shpërblim sa 1000 namaze. E nëse është jashtë kësaj pjese që sot xhamia pjesa më e madhe ku qëndron xhamia
nuk është në ato vend, në atë pjesë, domethënë ato përmasat që ka qenë kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo është një mendim të dietarëve, që thonë domethënë që ti ta fitojsh këtë shpërblim, këtë mirësi, duhet domethënë të falesh aty ku ka qenë ajo pjesë e xhamisë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çka është jashtë, nuk hyn domethënë këtë shpërblim. Por atë që ka përkrah faqihu i kohës son, Sheikh Uthaymin rahimullah, dhe ka thënë wasarraha bihi Ibn Taymiyyah rahimahullah wa ghayruhu, dhe këtë kanë thënë qartë në mënyrë të prerë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dhe të tjerë dietarëve domethënë se ajo që është shtu në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam fa huwa minhu. Do thonë ajo ziyada, ajo shtesa që bëhet kur zgjerohet xhamia, tausi', do thonë ajo e merr gjykimin e xhamisë. Sepse prej kohës së Khulafa ar-Rashidin, në krye fillim Omeri radiallahu anhu e ka shtu xhamin. E ka zgjeru. Pastaj edhe Uthmani radiallahu anhu e ka zgjeru. Dhe shikoni çfarë kuptim ka ky Imam Sheikh Uthaymin rahimullah, thot se në kohën e Uthmanit radiallahu anhu, kur ka ndodh zgjerimi i xhamisë, ka qenë zgjerimi në drejtim të kibles. Zgjerimi i xhamisë të pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë në drejtim të kibles. Që do të thotë se sahabët ridwanullahi alejhim ishin maksimum të përkushtuar të falen në safin e parë. Kurse kur zgjerohet xhamia në drejtim të kibles, do thotë ato safet para nuk ka qenë pjesë e xhamisë që kanë qenë kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E kuptu tash këtë? Edhe thotë Sheikh Uthaymin rahimullah se kjo është shibh il-ijma. Do të thonë është gati ijma të sahabëve se ajo sa të zgjerohet xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasalam e merr domethënë gjykimin domethënë në si pjesë të xhamisë dhe ka shpërblimin dhe vlerën e asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa 1000 namaza. Sa 1000 domethënë në namaza. Dhe po ashtu thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, ka vlerë pas këtyrve dy xhamiave, xhamia e Çabes dhe të xhamisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe xhamia e tretë domethënë që është Beitul Maqdis, Mesjidul Aqsa, edhe ajo ka vlerë domethënë të veçantë në Islam, sepse ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. Do thonë nuk ndërmarret udhtim për vetëm se në 3 xhamia. Do thonë xhamia e tij, xhamia profetike, pastaj Mesjidul Haram edhe Mesjidul Aqsa. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, dhe asesi nuk jemi të pakujdesshëm këtu në këtë kontekst ta përmendim edhe xhamin e Qubës, Mesjid Quba, se është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë salatun fi Mesjid Quba ka umratin. Do thonë një namaz në xhamin e Qubës e ka shpërblimin domethënë sa një umra. Por kjo domethënë me ndërmarr njeriu udhtim në mënyrë apostafate, që me shku në Medinë për këtë xhami nuk bën. Por kur gjendet njeriu në Medinë, ka shku me vizitu xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëherë bën domethënë me shku edhe te Mesjid Quba. Pastaj kapitulli i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, babul fawati wal ihsar. Kapitulli pengimi, kapitulli humbjes së haxhit dhe pengimi nga kryerja e tij. Kapitulli i humbjes së haxhit dhe pengimi nga kryerja e tij. Se mundet me thonë ndoshta me nes kondicionerin pak, me shiku me rregullu. Nuk është aty, po. Tamam. Do më thonë kapitulli i humbjes së haxhit dhe pengimit nga kryerja e tij. Që do të thotë, do më thonë, që do të thotë, njeriu mundet me ndodh me hub haxhin. Humbja haxhit ndodh, siç e thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, kur arin ai do më thonë kur arin ai në Arafat pas namazit të fexhrit. Ama duhet me ul pasaj ma mirë me lënë. Kur arin do më thonë njeriu që ka synu me bo haxhin, arin në Arafat pas namazit të fexhrit në ditën e Bajramit. Ky do më thonë nuk ka haxh. Kur mrin në Arafat do më thonë
ditën e Bajramit pas namazit të Fexhrit. Këtij njeriu domethënë i ka shku haxhi, nuk ka haxh. Nëse mrin pak para Fexhrit, edhe ma buni këtë pyetje vllai jon i dashur, Sheh Ibn Baz rahimullahu thotë edhe me qenë 10-15 minuta mjafton, se në pyetje edhe për minutat atë ditë. Kjo është domethënë përgjigjja e Sheh Ibn Bazit rahimullahu, edhe 10 minuta me qenë, ose 15 minuta gjatë natës para Fexhrit, vlen domethënë sikurse ka qëndruar në Arafat edhe çështja është në rregull. Ama nëse ai nuk brin për vetëm se pas namazit të Fexhrit, atëherë domethënë këtij njeriu e ka hub haxhin. Dhe po ashtu el ihsar, domethënë të pengohet nga armiku, të pengohet shkaku i luftës, të pengohet shkaku i smundjes, të pengohet ndodh aksident me makinë, me tren, me aeroplan, la qadar Allah, edhe njeriu pengohet. Atëherë domethënë këtu i ka sjellë Ibn Abdul Hadi rahimahullah disa hadithe që tregojnë domethënë për këtë çështje. Hadithi i parë që është në renditje të këtij librit, hadithi 730, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. Këtu në këtë hadith, Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu i është drejtuar njerëzve dhe u ka thonë, a nuk ju mjafton juve sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse dikush pengohet nga haxhi, atëherë ai e bën tavafin, ec me Safa dhe Merwa, e pastaj domethënë lirohet nga çdo send, domethënë del prej ihramit, edhe e bën haxhin vitin e ardhshëm. Edhe atëherë domethënë e therr kurbanin, e nëse nuk gjen kurban, atëherë domethënë agjeron. Hadithi i radhës po ashtu të Abdullah ibn Abbasit radiyallahu anhuma قال أحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. Edhe të dyja rawahuma al-Bukhari, të dyja domethënë kanë transmetuar Imam al-Bukhariu rahimahullah. Domethënë këtu tregon Abdullah ibn Abbasi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pengua nga hyrja në Mekë. U pengu pejgamberi alaihi salatu wassalam, domethënë në vitin e 6, kur e bëni domethënë në El Hudaybia atë marrveshjen me mushrikët e Mekës, në atë vit u pengua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga umra. U pengu. Edhe pasi që u pengu, edhe u morën vesh me mushrikët e Mekës që me ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vitin e ardhshëm, edhe me e bë domethënë umrën. Kjo sepse atë gajlen që e kishin mushrikët e Mekës mos mendojnë arabt se po shfaqim dobësi tash ne ndaj teje, edhe ti na imponon hyrjen tënde në Mekë. Që mos mendoj që domethënë ta ruajmë pak ftyrën, domethënë edhe atë respektin që e gëzojmë në mesin e arabëve, atëherë domethënë kthehu si vjet, edhe hajde vitin tjetër. Edhe shikoni kjo sulh el Hudaybia, që është realisht feth, është hapje dhe fitore për muslimanët. Që ato kushte domethënë që i kena përmend edhe hoxhallarat, ustalla, esati dhe të tjerë domethënë i kanë përmend në përmësimet, që po me i shiku ato kushtet në pikpamjen e parë, është domethënë jeton. Unë kam atë digitronin në makinën time. Shkonin në makinë me mor. E kështu. Makina është këtu nalt, do shta në drejtim xhamis. Përballë kiperit. Se ky kojshiu këtu na reklamon shumë shpesh për kondicionerin. Edhe në Ramazan ato vëllezërit vishin këtu, sikur se me u thënë lishoni kondicionerin. Ne kishim këto domethënë me lishu, mjaft i kimi, edhe pastaj moran makinë, thash që mos kimi të lashem atë tjetrin. E tash që kimi haru aty. Ala kulli hal, vazhdojmë këtu.
që domethënë ato kushtet nëse i shikojmë që i ka pranu pejgamberi alayhi salatu wassalam, domethënë ndoshta dikush kishte thënë, jo po çfarë kushte janë këta, pse kështu, pse ashtu. Po kjo është domethënë që feja jon domethënë i shikon ato dëmet dhe dobit. Dëmi dhe dobia. Dëmi dhe dobia. Dhe në fund domethënë ka qenë dobi e madhe. Dobi madhështore domethënë në çështja domethënë që është bë domethënë këtu kjo marrveshja e El Hudaybia. Atëherë domethënë hadithi i parë që transmeton Salimi radiallahu anhu nga babai i tij domethënë nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma, që a nuk u mjafton juve suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo vlen që pastaj domethënë nëse njeriu nuk e mrin Arafatin, nuk është që me dal prej ihramit kështu. Jo. Atëherë domethënë e bën umra e bën. Jo me dal kështu me i qit ato ihramet edhe u kry punoj me, jo. Kjo vlen domethënë që nëse njeriu nuk ka mundësi, është vënu domethënë në Arafat, nuk e ka mri Arafatin, atëherë domethënë e transferon çështjen në umre, bën umre edhe pastaj domethënë del prej ihramit. Ama jo kështu me dal pa umre pas në sen. Këtu te hadithi i dytë të Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu, që tregon pengimi i hyrjes në Mekë nga anët e mushrikëve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtu domethënë nuk jo është mundsu domethënë me mrin Mekë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masi që janë marrë vesh që vitin tjetër domethënë të kthehen dhe ta bëjnë umrën, u ka thënë sahabëve ridwanullahi alejhim që me i therr kurbanet që kanë pas me vete, pastaj me i ruajt edhe flokët, edhe me dal prej ihramit. Kur u ka thënë një gjë e tillë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabëve ridwanullahi alejhim, ata nuk e kanë zbatu. Jo shkaku se kanë dasht me e kundërshtu pejgamberin alayhi salatu wasallam, asesi jo. Por ka qenë shpresa e tyre se është koha e shpalljes. Mos shpallet diçka tjetër që është rrugdalje nga kjo situatë edhe ndryshon qasja e situatës. Prandaj domethënë nuk e kanë zbatu. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në shatorin e tij, edhe aty mbrana ka qenë bashkëshortja e tij Ummu Salama radiallahu anha. Edhe ka qenë padyshim domethënë grua e mençme dhe largpamse. Ajo këtu i thot pejgamberit alaihi salatu wassalam, dilti, there kurbanin, prej flokët, edhe ata me njerë do të pasojnë, se do shohin domethënë se çështja ka marrë fund. Edhe pikërisht domethënë në këtë ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka dal jashtë shatorit, edhe nuk ka fol me askënd. Ka urdhëruar domethënë që ti ruajnë flokët, edhe e ka pre kurbanin, janë ruajtur flokët, edhe ka dal prej ihramit. Kur e kanë pas sahabët ridwanullahi alehim një gjë e tillë nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë domethënë ata më njëherë janë nxitu ta veprojnë të njëjtën gjë siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domethënë ajo që ata domethënë kanë vepruar si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Te hadithi këtu në këtë hadith, Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhuma tregon, uhsira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, fa halaqa, wa jama'a nisa'ahu, wa nahara hadjahu. Do më thonë, o shpengu pejgamberi alaihi salatu wasallam me në Mekë, nga mushrikët. Atër fa halaqa, i ka ruajtur flokët, wa jama'a nisa'ahu, dhe ka pas, do më thonë, afrim me gratë e tij, dhe nahara hadjahu, dhe e ka therr kurbanin e tij. Në hadithin e Miswar radiallahu anhu, renditja është ndryshe, se këtu renditja është ruajtja e flokëve, afrimi grave dhe therrja e kurbanit. Kurse te hadithi Miswar radiallahu anhu është an-nahr, al-halq
edhe pastaj afrimi te gratë. Domethënë njerë kurbani, ruajtja e flokëve dhe afrimi te grava. Tash, sipas bot kuptimit të Hadadive, i kishin thënë Abdullah ibn Abbasit gënjeshtar, ke gënyer, sepse ai e ka bërë një herë kurbanin, pastaj i ka ruajtur flokët. Kurse ti ke përmend këtu i ka ruajtur flokët, pastaj është bashku me gratë, në fund e ka bërë kurbanin. Gënjeshtar, armiki e kështu i je. Kjo është kuptimi i Hadadive. Kjo është kuptimi i Hadadive. Po kuptimi i Selefu Salih nuk është kështu. Nuk është kështu. Prandaj kjo fe do të kuptohet sipas dietarëve, jo sipas domethënë shejtanave. Këtu Abdullah ibn Abbasi nuk e ka qëllimin me ta tregu renditjen. E ka qëllimin me të tregu veprat që ka bëu aty në Hudejbia. Jo me renditje. Kurse te hadithi Miswar ta tregon renditjen. E kupton, do thonë, kjo nuk ka asnjë lloj gënjeshtër këtu. Ai ka treguar ato vepra që ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasallam në El Hudejbia. Pa renditje, cila ka qenë e para, cila ka qenë e dyta, cila ka qenë e treta. Kurse te hadithi Miswar e tregon domethënë tamam cila ka qenë e para, e dyta dhe e treta. Prandaj domethënë se shumë, edhe kjo ajo është fatkeqësia, domethënë që disa janë të ndikuar prej këtyre njerëzve, edhe të ndikuar domethënë nga bot kuptimin, edhe prandaj këta njerëz kanë pastaj kanë ku të kapen të njerëzit në vendet tona. Sepse ne që jemi rritur në këto vende, me bot kuptimin ton, ai të thot gënjeshtër. Edhe ti si e kupton gënjeshtërën, kështu nuk ka qenë, ndryshe ka qenë. E në menjer për ty gënjeshtër llogaritet, është ashtu. Edhe ka gënjy Gjemali, ka gënjy Semiri, ka gënjy Filani. Jo, nuk është ashtu. E kupton, ta kuptojsh a është gënjeshtër ose nuk është gënjeshtër sipas sahabëve, jo sipas vetes tane. Fahimt? Tas është gewaltig. Kjo është domethënë barakallahu fikum. Që tregon domethënë hadithi Abdullah tregon vepra domethënë pa renditje. Hadithi Miswar tregon renditje. Kjo e para, kjo e dyta, kjo e treta domethënë. Edhe nuk ka asnjë farë domethënë as gënjeshtër, as ngatres, as kur gjë. Sa i përket hadithit të parë të Salim nga babai i tij Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhuma, që tregon domethënë se nëse dikush pengohet prej haxhit, pastaj bën tawafin e kështu me radhë, ec me Safas dhe Merwas e pastaj del prej ihramit. Kjo është nëse njeriu nuk ja kushtëzon vetës, nuk bën kusht që aty ku del do një pengesë me vazhdu haxhin, me dal prej ihramit. Se do e shohim tash në vazhdim domethënë, hadithi i radhës, nëse ekziston kjo në shariatin ton, se nëse i del njeriu pengesë në rrugëtimin e tij për në haxh, që nuk mundet me e vazhdu rrugën për në haxh, edhe ai ka bë kusht që ku i del pengesa me dal prej ihramit. Nëse bon ai atë shart, atë kushtin, atëherë ai del prej ihramit edhe s'ka asnjë gjë me bë domethënë. As me bë haxh vitin tjetër, as me bë kompenzim, as me paguaj domethënë gjak, asnjë send domethënë. Del domethënë në prej ihramit pa kur fare gjë. Këtu hadithi i radhës që transmeton nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha qalet: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. Këtu tregon nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin e tij lamtumirës, kur shkoi në Mekë,
e vizitoi vajzën e miqës së tij, Duba'a bint Zubair. Zubair bint ibn Abdul Muttalib. Zubair dhe Abdullah, babai pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vëllezër. Që do të thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë, kur e mori vesh se vajza e miqës së tij është pa qef, është e smur, e vizitoi. Edhe këtu thot dietari i madh i kohës sonë Sheikh Salih al-Luhaidan rahimahullah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi me vizitu domethënë Duba'a bint Zubair, që kjo tregon domethënë moralin të lartë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe modestia e tij, sepse ka qenë domethënë ai prijesi i bijeve të Ademit dhe shkon dhe ala i mirëmban domethënë lidhjet farefisnore. Që shkon te kjo gru që ka pas vajzë të miqës së vet, e ka vizitu dhe e ka taku. Edhe kjo tregon domethënë se bën një gjë e tillë. Lejo domethënë, po jo në atë kuptimin domethënë që ti tash me u liru dhe me u çliru dhe me net me orë të tora. I jep selam, e pyet si jeni, a jeni mirë, a keni ndonjë nevojë diçka e tillë, edhe pastaj ja largohet. Kur e ka vizitu pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajo i ka thënë inni uridul hajj. Unë dua oj dërguari i Allahut me bo haxhin, por jam e smur dhe shakja domethënë thaqila, marida wa thaqila, domethënë jam e smur edhe domethënë jam me peshë domethënë. Se normal njeriu kur është në moshë të shtyrë domethënë edhe trupi i rëndohet. Atëherë jam edhe e smur edhe nga aspektet e i peshës. Atëherë këtu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hujji bëna haxhin. Washtariti dhe bone me kusht. Me kusht. Kushti çka të jetë? Enna mahalli haythu habastani. Që une dal prej ihramit aty ku m'del do një pengesë. Domethënë nëse smundja atë shumë përkeqësohet që une s'mundem ta vazhdoj haxhin, atëherë unë del aty në vend. Edhe s'ka asnjë lloj pasojë. Por Sheikhul Islam i kohës son, Sheikh Ibn Baz rahimullah thot, edhe do e shohim edhe në vazhdim tash, se kjo el ishtirat me bo kush domethënë që me dal prej ihramit kur ndodh do një pengesë që s'mundesh ta vazhdojsh haxhin, kjo është vetëm për njerëz domethënë që janë të smur ose kanë frikë domethënë se ndoshta pengohen nga udhëtimi prej donjë armikut. Për ndryshe, ajo që është më e mira, el afdal, që mos me bo shërt, ishtirat, mos me bo ishtirat. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bën një gjë e tillë. Por Sheikh Zejdi rahimullah thotë se el ishtirat me bo domethënë kushte lejohet domethënë edhe për njerëz që kanë domethënë ndoshta frikë e smundjes ose diçka e tillë, edhe për të tjerit domethënë që nuk kanë ndonjë pengesë. Bën ishtirat. Edhe del aty domethënë ku i del donja pengesë. Edhe thot Sheikh Ibn Baz rahimahullah, si bëhet ajo domethënë, ajo shprehja e ishtiratit, domethënë lebejk Allahumma lebejk, el hajj ose el umra, wa mahalli haythu habastani. Dhe dalja ime prej ihramit është aty domethënë ku më kap pengesa. Nëse bon kështu ti niyetin në fillim, kur e bon domethënë kur e vesh ihramin edhe bon niyetin, nëse e bon në mënyrë të tillë, atëherë kur të kap donjë pengesë gjatë udhëtimit, s'ke asnjë farë domethënë pasoj pastaj. Del aty edhe ka mbaru domethënë në çdo domethënë në çështje. Pastaj hadithi i radhës an Salim an abihi radiyallahu anhu annahu kana yunkiru al-ishtirat fi al-hajj wa yaqul alaysa hasbukum sunnat nabiyyikum. Tregon Salimi radiyallahu anhu nga babai i tij Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma se ai domethënë kundërshtonte me bë kusht gjatë haxhit, el ishtirat. Sepse u thoshte njerëzve, a nuk ju mjafton juve rruga suneti pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ai nuk e ka bën një gjë të tillë. Këtu realisht
në shpjegimin e këtyre haditheve që Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma e kundërshton çështjen e kushtëzimit gjatë haxhit, ai e lidh çështjen e tij domethënë me çështjen e umrës. E lidh domethënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e boni umrën, që quhet ajo Umratul Hudejbia, umra e Hudejbijës, edhe në fakt ata nuk shkuan deri në Kabe, po llogarit si umra, aty domethënë po ka bo qiyas, ka bo domethënë analogji. Atëherë nuk ka bo domethënë edhe pse ka qenë frika, do shta ata nuk na pranojnë atje në Mekë. Do shta na pengojnë. Ka qenë kjo, domethënë ka ekzistuar kjo frikë, po prapë megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bo domethënë ishtirat. Pastaj hadithi i radhës an Ikrima an Hajjaj ibn Amr al-Ansari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kusira wa arija faqad hal wa alayhi al-hajj min qabil qala fasa'altu ibn Abbas wa Aba Hurairah radiyallahu anhuma faqala sadaqa. Tregon Ikrima se ka dëgjuar sahabiun al-Hajjaj ibn Amr al-Ansari radiyallahu anhu duke thënë se pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam ka thënë kush e thyen një gjymtyr të trupit të tij, ose bëhet i paaft për të ecur, ajo është liruar nga ihrami, por e ka detyrim ta kryejë haxhin vitin e ardhshëm. Domethënë që ta kryejë haxhin vitin e ardhshëm. Kjo tregon domethënë ky hadith, siç e thot Sheikh Zejdi rahimahullah, se nëse dikush hyn në ihram me niyet me bë haxhin dhe i ndodh që i thyhet diçka gjatë rrugtimit, do të thënë e thyn dorën, e thyn këmbën, edhe kjo e pengon që me vazhdu udhtimin, atëherë domethënë ai domethënë lirohet prej ihramit, edhe nëse nuk edhe nëse nuk ka bëj ishtirat, si i ka rekomandu pejgamberi alayhi salatu wassalam vajzës të migjës së tij, që me bë domethënë me ishtirat. Këtu edhe nëse në një rast të tillë, sipas këtij hadithi këtu që e transmeton al-Hajjaj ibn Amr al-Ansari dhe është verifikuar nga Ibn Abbas dhe Abu Huraira radhiyallahu anhum, kjo tregon domethënë që edhe nëse nuk bën illam yashtarit, edhe nëse nuk ka bë kusht, ai nëse ndodh një gjë e tillë gjatë udhëtimit për në haxh, e thyn dorën, e thyn këmbën, edhe kjo ndikon që ai s'mundet me vazhdu udhën për në Kabe dhe për në Mekë, atëherë domethënë ai del prej ihramit. Dhe ky qëndrim po ashtu ka qenë te Ibn Abbasit dhe Abu Hurairas radhiyallahu anhuma. Po këtu, nëse domethënë i dëmtohet do një gjymtyr të trupit, dhe ai si pasojë të kësaj nuk mundet me vazhdu udhtimin për në Mekë, po e ka me vete domethënë kurbanin e tij. Atëherë ky person, thot Imam Uthejmini rahimahullah, e therr kurbanin e tij në atë vend aty. Edhe i ruan flokët, sepse therrja e kurbanit në këtë rast, në rrethana të tilla, ka ardhur në Kur'an. Kurse ruajtja e flokëve në këto rrethana të tilla është vërtetuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë, flokët i ruan dhe e therr kurbanin e tij. Këtu po ashtu është çështja domethënë te fjala e pejgamberit alayhi salatu wasalam wa alayhi al-hajj min qabil, dhe atij domethënë i obligohet haxhi në vitin tjetër. Thotë Sheikhu jon Sheikh Abadi hafidhahullah, ky urdhër që me bë haxhin vitin tjetër vlen për atë person i cili nuk e ka kryer haxhin islam. Që me bo vitin tjetër pastaj, me mundu. Nëse e ke kry haxhin islam, dhe i e nisur për në Mekë, dhe të ka thy dora, këmba, ose diçka tjetër, domethënë,
edhe s'mundesh me vazhdu udhëtimin, del prej ihramit, i ruan flokët, e therr kurbanin, edhe mbaron puna. A duhet ky person me bë hax vitin tjetër? Thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, një pjesë të dietarëve thonë po, por mendimi më i saktë është se jo, sepse është ai domethënë nëse ke bë haxhin, domethënë në haxhin islam, haxhin që ke detyrë, ajo është domethënë nafile. Ajo është domethënë nafile. Për vetëm se nëse ke bë nadhër, ke bë zotim që të bësh hax, edhe nëse ke bë haxhul islam, po prap ke bë ndonjë zotim që ta krysh një hax tjetër, atëherë domethënë duhet vitin tjetër me mundu me shku në el hajj. Pastaj kapitulli i radhës thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, babul hadyi wal adahi, kapitulli rreth kurbanin gjatë haxhit dhe kurbanet e bajramit. El hadyi ose el hadyu janë ata kurbane që theren në haxh. El adahi janë ata që i therin njerëzit jashtë Mekës. Si puna jote këtu në vend tjetër e kështu me radhë. Kjo është el adahi, kurse el hadyu është ato kurbane që theren në Mekë gjatë haxhit. Këtu hadithi i parë që përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah, që është hadithi 736, thot an Aisha radhiyallahu anha qalet fataltu qalaida budni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biyadi ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. Tregon nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha se une vet i kam bo ato qaforet për kurbanet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Une vet i kam bo me durët e mia ato qaforet për kurbanet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vendosi ato, u vendoste në qafë, në kurbaneve të tij që i çonte në Mekë. Dhe që ndronte në Medinë dhe esh'araha, kjo është esh'araha, është që me i bo një shenjë të kafsha, sidomos të deveja dhe lopa, që të njihet ajo se është për kurban. Edhe këtu do e shohim tash bukurinë e kësaj fesë dhe inteligjencën e arabëve. Po arabt. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah thotë janë populli më i mirë. Janë populli më i mirë arabt. E jo ata që janë rritur dhe janë ushqyer dhe janë edukuar në mesin e qafirave, edhe si pasojë të kësaj janë ndikuar prej qafirave, edhe tash kanë admirime të larta dhe të mëdha për qafirat, për mënyrën e së menduaris të qafirave, kurse për arab kanë një mendim të keq dhe me nënvlerësim dhe nënçmim. Kjo vjen si pasojë duke qëndruar njeriu në vendet e kufrit. Prandaj mos u çuditni kur ai Abu Jadi e kështu me radhë flasin keq për arabt, edhe me nënçmim, edhe se ata s'kuptojnë, edhe se ata janë kështu edhe ashtu. Se ndikon qëndrimi në vendin e kufrit, qëndrimi në vendet e kufrit ndikon ke njeriu. Këtu, pastaj, thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që u vendoste ato qaforet në qafë, dhe ja bonte deves edhe lopës, po zakonisht devet këtu, u abonte një shenjë në trupin e tyne, që të njihen se janë për kurban. I ndërgonte thumma ba'athaha biha ila al-bayt, i dërgonte në shtëpinë, këtu në shtëpinë, shtëpinë Allah, në Kabe, në Mekë. Wa aqama bil Medina, dhe që ndronte në Medinë. Fama haruma alayhi shay'un kana lahu hillan. Dhe pas kësaj nuk i bëheshte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asnjë gjë e ndaluar
që kishte më parë të lejuar. E kuptova? Nuk i bëheshte asgjë e ndaluar që kishte më parë para kësaj do të thonë e lejuar. Ky hadith të Aishës radhiyallahu anha lehu qissa. Ka një histori. Historia është sepse Ziyad ibn Abi Sufjan rahimahullah i shkruajti letër Aishës radhiyallahu anha duke thënë se ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kush dërgon një kurban për në Mekë, i ndalohet atit ato gjëra që i ndalohen haxhijut derisa të theret kurbani i tij. Do të thonë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka dhënë fetva. Kush dërgon, dhe kjo është prej sendeve të mira që njeriu edhe nëse nuk shkon hax me dërgu kurban në Mekë. Ose sot do më thonë me bo pagesa që dikush për neve në neglizhon këtë. Jo, duhet edhe këtë, se pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka vepruar një gjë tillë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam në vitin 9 këtu, kur ka çu do më thonë kurbanet e tij me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, ka dërgu kurban, ai nuk ka shku, ai vetë nuk ka shku, po ka dërgu kurban që të theren në Mekë, të flijohen për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe të shpenzohen ato në mesin e fukarave. Këtu Ibn Abbasi radhiyallahu anhu më ka thënë se ai që dërgon kurban, edhe pse vetë nuk shkon në hax, ai është në vendin e tij, në vendçëndrimin e tij, në vendbanimin e tij. Po nëse dërgon kurban që t'i theret kurbani në Mekë, atëherë atij t'i ndalohet ajo që i ndalohet haxhiut derisa të theret kurbani i tij. Që do të thotë, zguzon domethënë me pas marrëdhënien time me gratë e tij. Që do të thotë se zguzon me ta mbulosh flokët, kokën. Që do të thotë, zguzon të parfumosësh. E kështu me radhë. Ha? Si në ihram, sepse ka thënë që i ndalohet haxhiut. Çka i ndalohet haxhiut? Ato sende. Atëherë, kur i ka ardhur kjo letër Aishës radhiyallahu anha, i është përgjigjur Ziyad ibn Abi Sufjanit rahimahullah. I ka thënë, lejse kema qali ibn Abbas. Nuk është ashtu siç ka thënë Ibn Abbasi. Kjo është fuqia e dijes. Kjo është fuqia e argumentimit. Jo, një dia mësu ata, keni fol për filan dietar, ju sulmoni dietarët, ju kështu ju ashtu. Ata ditë sot, ata as nuk e kanë, wallahi nuk e kanë derin e Shekh Fozanit. Se nuk janë të i përhap dijen e Shekh Fozanit ata. As në derin e dietarëve. Nuk e kanë ata në derin e dietarëve. Këtu thot Aisha radhiyallahu anha, lejse kema qali Ibn Abbas, nuk është si ka thënë Ibn Abbasi. Edhe e tregon pastaj këtë hadith. E tregon se unë, thot Aisha radhiyallahu anha, personalisht i kam përgatitur qaforet dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam u vendosi dhe u aboni atë shenjën domethënë në trupin e tyre, i lishoj me babain tem, me Abu Bekrin radhiyallahu anhu për në Mekë, edhe atij nuk i është ndaluar diçka që e kishte më parë halal. Do thonë, vazhdoj situata e njëjtë sikur se më parë. Do thonë, kjo është argumentim, kjo është dije barakallahu fikum. Kjo është selefi menheq. Shikoni do thonë këto argumentime dhe këto mënyra do më thonë. E në realisht ne nuk kemi të vetëdijshëm se çka kemi në duar tonë. Jo ne vetëm, musliman përgjithësi. Kjo që përmendin hadith thumma ash'araha, i bani një shenjë. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, kjo shenja është një gërvishtim që bëhet në anën e djathtë të gungës së devës. Sepse gunga e devës është gjëja më e lartë e saj. Edhe kur t'ja bësh një shenjë që pak, domethënë lëkura, domethënë t'i pritet që mi dal gjaku edhe pastaj i ndalet gjaku, kjo shenja kur e lishon ti atë pin Medinën Mekë, se cili njeri që e takon rrugës e din se kjo është kurban me shku në Mekë duhet ta, zguzon me e prek. Kjo është shariati e Allahut.
Edhe thot që Zejdi Adhamin e sunnetun thabita, është sunnet i fort nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do më thonë atëherë se cili, edhe beduini, edhe mushrikët, e din do më thonë se kjo është për kurban, zguzojmë ta prekim, se ndoshta ajo hupet ajo deveja, del do më thonë prej kopës. Atëherë, ata që e takojnë, edhe që se njehin, kur edhe ku vendoset ajo, që mos me pas ai tjetri justifikim, une nuk e pash. Se po ta kishe pas ke kamba, ndoshta ik ajo. Ama kur e ka në pjesën më të lartë të trupit të saj, kjo nuk mundet me tik. Edhe din se është për kurban. Këtu përmendet se kjo pa dyshim i shkakton një dhimbje të vogël deves dhe lopës. Po dobia është shumë më e madhe. Sepse nëse hupet ose diçka, e din njerëzit se është për kurban. Kjo është dobi shumë më e madhe se ajo ngërvishtja e vogël. Te delet nuk guxon ta bësh një gjë e tillë. Pse? Sepse delja është më e dobët se deveja edhe lopa. Edhe plus leshi i saj e mbulon këtë pjesë. E kuptoni domethënë? Leshi, se delja ka lesh. Edhe nëse ke rujt ajo mas 10 ditë, mbushet prap, edhe hupet ajo shenja. Atëherë i vendoset asaj qafore. Edhe qaforja kanë qenë edhe prej sandaleve, që i kanë përdor sandalet vjetra, do më thonë, edhe prej rypit të saj, do më thonë pastaj, kanë bo qafore të kafshët. Do më thonë, qoftë deveja, qoftë lop, ose edhe dele. Këtu ka një perl të madhe, Imam Tirmidhiu rahimullah thot. Imam Tirmidhiu thot rahimullah, kam dëgjuar Ebu Saibin, duke thonë, ishim te Waki' ibn Jarrah. Kur një burr i tha Waqi'ut, është transmetuar nga Ibrahim an-Nakhai, se ka thënë shënimi, ajo gërvishtja do më thonë pak të lëkurës së deves, është, ose logaritet, e ka logarit Ibrahim an-Nakhai rahimullah, që është prej detarëve të mëdhej, prej nxënësve të Abdullah ibn Abbasit. E ka logarit ajës, do më thonë, këtë si gjymtim, si dëmtim, do më thonë, të kafshës. Ka thënë, do më thonë, është gjymtim. Atëherë, Waqi' ibn Jarrah i thot atit personit, une po të them se një gjë e tillë ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndërsa ti më thua mua, ka thënë Ibrahim an-Nakhai, ti meriton të burgosesh. Shikoni këta, se neve na thonë njëri të ashpër, ju kështu, ju ashtu, jo. A i thot, unë ta them ty se ka një gjë e tillë ka bë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ti po më thua mua, ka thënë Ibrahim an-Nakhai, ti meriton të burgosesh. Shikoni selefat si kanë qenë kapur pas sunnetit të pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Pastaj edhe thot Sheikh Zeid rahimullah, prej dobive të këtij hadithi thosh argument, do më thonë çaj i cili çon kurban në ilal haram, do më thonë në Qabe, në Mekë, ati do më thonë nuk i ndalohet asgjë që e ka pas të lejuar më parë, do më thonë. Do thonë gjendja e tij vazhdon e njëjtë, nuk është do më thonë si gjendja e tij që hyn në ihram për hax ose për umra. Pastaj hadithi i radhës عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليه. Tregon Aliu radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urdhëruar që me marr përsipër çështjen e kurbaneve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë e ka autorizuar. Edhe kjo është argument, siç e thotë Sheikh Fauzani hafidhahullah, është argument se bën me autorizu dikën tjetër, do të thonë që të merret me gjeshën e kurbaneve, fisnik. Kjo është argument, do të thonë, që bën se mundet me pyet dikush.
kur pranon për kurban, ky është argument që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka autorizu Aliun radiallahu anhu për çështjet e kurbaneve. Çështjen edhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lamtumirës i ka therr 100 deve. 63 deve me dorën e tij. Kurse ato të tjerit 37 deve tjera ja ka lënë Aliut radiallahu anhu që ai më i vazhdu. Edhe kanë thënë disa predietarëve se kjo 63 aludon domethënë për moshën që ka jetuar pejgamberi alayhi salatu wasallam 63 vite. Që ka pas jetën pejgamberi alayhi salatu wasallam 63 vjet. Dhe po ashtu e ka urdhëruar pejgamberi alayhi salatu wasallam që me ja shpërnda kurbanet, domethënë mishi, po ashtu lëkura, edhe po ashtu domethënë mbulesat e tyre. Se ndodh domethënë çaj i cili e çon kurbanin e tij në Mekë e mbulon me diçka, që mos më pas ftoftë ose diçka gjatë natës, atëherë edhe ajo mbulesa që mbulohet kafsha e kurbanit nuk guxon njeriu pastaj me e marr. Po edhe ajo jipet domethënë sadaka. Lëkura po se po edhe ajo mbulesa, edhe mishi, dhe mos me i dhën prej saj asgjë kasapit, si shpërblim për punën që ka bërë. Se thot Sheikh Fozani hafidhahullah thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam është marrë domethënë me therrjen e ato 63 deve i ka therr. Pastaj me i rep ato, me çajt, mishin, pjesë copa, këtë e bën kasapi. Edhe ti sot, se shumica prej neve nuk din domethënë si ta repin delën, lopën e kështu me radhë. Çështja është ta therrësh ti me dorën tënde. Pastaj këtë pjesën tjetër e bën ai kasapi. Kështu edhe ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndodh dhe ka ardhur një transmetim tjetër se ne i japim prej pasurisë tonë atit kasapit atë pagesën për punën që ka bërë. Domethënë pagesa i bëhet kasapit jo me diçka që është pjesë e deles ose e deves. Po çmimi pagesa për shërbimin që të ka bërë është jashtë domethënë në kurbanit. Që jep domethënë lekti, jep 20 euro, 10 euro, 30 euro për punën që ta ka bërë. Dhe thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, dhe lejohet në rast se ai kasapi është njëri nevojtar dhe ti ja ke bë pagesën, edhe s'ke fol me të as një sent për mishin ose për lëkurën, masi që e kryen punën, ja bën pagesën, pastaj jep edhe mish. Por thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, disa prej dietarëve kanë thënë se dhe kjo s'bën, se mund të tjerë ta marrin domethënë si keq kuptim edhe të mendojnë se ajo është domethënë pagimi për punën që ka kryer domethënë në kasapi. Po prapë Sheikhu thotë se mendimi më i saktë është se bën, nëse ajo është prej të varfërve. Nëse është prej të varfërve, masi që ka kryer pagesën, bën domethënë me i dhënë. Qëllimi është, thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, që mishi i saj, lëkura e saj, e krejt çka lidhet me kafshën e kurbanit, të shpërndahet. Mos me shku kot, kjo është qëllimi. Bon, thotë Sheikh Fozani, që ti ta përdorish për veten tënde. Lëkurën për shembull nëse ke nevojë, ose i tër mishin. Qëllimi është mos me shku kot. Edhe kjo, thotë Sheikh Fozani hafidhahullah, ky hadith është argument edhe për çështjen që sot domethënë në shtetin e tauhidit ka domethënë zyra të posaçme ku njeriu e bën pagesën edhe pastaj ata e marrin përsipër si lloj autorizim domethënë, edhe ata e marrin përsipër pastaj çështjen e kurbanit, edhe që me shku edhe mishi, edhe lëkura, edhe çka lidhet me to domethënë në vende të duhura dhe mos me shku kot. Është domethënë për mirësive të Allahut subhanahu wa taala në kohën tonë që njeriu domethënë mundet me i vepru. Pastaj hadithi i radhës është hadithi an Abi Zubair qal
سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. Tregon Ebu Zubejri rahimahullah se kam dëgjuar domethënë duke pyetur njerëzit Xhabirin radiallahu anhu në lidhje domethënë a bon me i hyp domethënë në kafshës së kurbanit. Ktu është për qëllim domethënë deves. Jo mendo dikush lopës me i hyp. Lopës nuk i hypet. Ose deles për shembull. Mendon dikush se ka thënë Xhabiri, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam irkebha bil ma'ruf, do më thonë hipi mbi të me kujdes, edhe hip deles, do më thonë edhe thotë ky burr i mirë, hajde po shkojnë Mekë. Jo, kjo nuk lejohet një gjë e tillë. Është mendje lehtësi dhe ngati do më thonë në kufirin e çmendurisë. Është për qëllim do më thonë këtu deveja. Nëse ke deve, edhe thotë do më thonë hypi me kujdes. Nëse detyrohesh për këtë, do më thonë detyrohesh gjatë rrugës, lodhesh e kështu me radhë, atëherë do më thonë derisa të gjesh do më thonë një mjet tjetër. Derisa të gjesh një mjet tjetër, mundesh me e përdor me kujdes. Po nëse të çon do më thonë situata që me shku deri në Mekë, edhe s'ke gjet mjet tjetër transportit, veç se atë kurbanin që e ke para pa për kurban, deven, atëherë do më thonë vazhdon me të deri në Mekë. I do më thonë i arsyetum, sepse s'ke pas mjet transport tjetër. Por me kujdes do më thonë. Sepse shkaku që nuk bën me i hip do më thonë kurbanit që ke para pa për kurban do më thonë, të ves këtu, është sepse ti ke para pregaditat mo për me fliu për Allahun subhanahu wa taala. E tash do prap me përdor edhe me shfrytzu, nuk bën do më thonë. Nuk është do më thonë e duhur. Por nëse e kërkon nevoja, atëherë bon me e përdor do më thonë sipas nevojës. Dhe hadithi i radhës an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Dhu'ayban Aba Qabisa radiyallahu anhu haddathahu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إذا عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمز نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواه مسلم. Këtu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu më tregon se Dhu'ayb Abu Qabisa radiyallahu anhu i ka thënë do më thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, do më thonë pejgamberi alaihi salatu wasallam me këtë sahabi i ka dërguar kurbanet e tij dhe e ka porositur me këto fjalë. Nëse do një prej tyre dëmtohet gjatë udhëtimit, sa në pyetje 450 km deri në Mekë. Nëse do një prej tyre dëmtohet dhe ke frikë se ngorth, atëherë there ata para se me ngorth. Pastaj ato qaforet, ato sandalet do më thonë, meri prej qafës së saj dhe zhyti në gjakun të saj. Dhe pastaj godite do më thonë me gjakun, me qaforet që ka pas, me gjakun, qaforet duke i zhytur do më thonë në gjak, edhe pastaj me godit do më thonë një pjesë të trupit të saj. Do thonë me nxjiros, me fjalë tjera do më thonë, me gjakun, me i bodo shenja do më thonë, me ato qaforet, në trupin e kurbanit. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe mos ha ti prej saj, mos me hangër ti prej saj, e as ndonjë nga shoqëruesit e tuj, as ti mos me hangër, as do më thonë në dikush prej shoqëruesit të tuj që i ke me vete. Kjo prap do më thonë në tregon do më thonë në pse i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam këtu, masi ajo do më thonë i friksohesh se me të ngorth edhe me e therr para saj, po ti mos me hangër, as edhe shoqëruesit tuaj me ty qana, kjo do më thonë
që mos me abuzu ata që i kanë morë përsi për kafshët e kurbanëve, tu shku në Mekë edhe i hyporeksi për mish, edhe thot, kjo u dëmtu edhe aj me e therë. Shkon edhe pak disa kilometra edhe një tjetër, ku mrin në Mekë gjysma ti ka përdor aj për vete. E kuptut? Këtu vjen dalesa, do më thonë. Që me parandalu, që ju, do më thonë, që jeni kujdestar për ato kafshët e kurbanëve, nuk guzonit hani prej mishit të saj. Po çka me i bo? E bon, do më thonë, në këtë mënyrë, që ti i bon me gjakun e saj, në ato, do më thonë, qaforet, e bon një shenjë në trupin e saj, me këtë shenjë, tu ja vendosur me gjakun e saj, u tregon beduinave dhe të tjerve që udhëtojnë në ato do më thonë rrugë, se rrugët e udhëtarve dhe haxhilerve kanë qenë të njohur. Si sot do më thonë që djetë autostrada për shembull. Edhe atëherë rruga ku kanë kaluar dhe vete kështu me radhë kanë qenë të njohur. Atëherë, kur do vinë ma vonë, mas disa orë do shta, kalojnë beduinët ose njerëz tjerë dhe e gjenë këtë kafshën këtu, duke e pas atë shenjën e saj në trupin e saj, me njëre din ata se kjo nuk është kafshë ngordhur, po, nuk është kafshë ngordhur, kjo para 1400 vjetë valla, kjo para 1420 vjetë, kjo nuk mundet me qenë prej njeri, nuk mundet, kjo është shariati i Allahu subhanahu wa taala. Do më thonë, që vjen ai më pas, e kupton do më thonë aty se kjo nuk është ngordhur, që bon me ha, dhe plus ka qenë kafshë për kurban, që mos me pas do më thonë ndjenjet keq që pastaj pse ka hangër, çish ka hangër e kështu me radhë. Sepse thonë dietarët po ashtu se beduinët që kanë jetuar në përshkretira e kanë ditë kohën e haxhit dhe ata gjithmonë i kanë ndjekur ato vendet, ato pushimore të haxhive ku janë dalë haxhi, se i kanë ditë ku ndalen, do më thonë, i kanë ndjekur edhe kanë kërku ato sende që i kanë lë mbas haxhilerët. Prej tyre do më thonë edhe ato kafshët, që nëse ka qenë të vdek, edhe kanë therë, që këta ta marrin mishin edhe ta përdorin, edhe ta shohin hajrin. Kjo është Islami. Kjo është Islami. Edhe me parandalu do më thonë. Me parandalu do më thonë abuzimin. Me parandalu do më thonë në abuzimin. Edhe hadithi i fundit për sonte, është hadithi Aishës radiallahu anha, qalet, ahda an-nabiu sallallahu alaihi wasallam marratan ghanaman, muttafaqun alayh. Do më thonë, tregon Aisha radiallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njëherë ka ndodhur që ka lishu për kurbane për Mekë dele do më thonë, edhe thot Sheikh Zejdi rahimullah se është argument do më thonë që bon me qenë hedi, do më thonë për kurban në Mekë edhe delja, jo vetëm deveja dhe lopa, po edhe do më thonë delja, dhe po ashtu dhe deles, thot Sheikh Zejdi rahimullah, i vendoset ajo qaforja që njerëzit kur ta takojnë, do më thonë gjatë rrugës, edhe nëse hupet, ta dinë do më thonë se është kjo e përcaktuar, do më thonë për kurban, edhe mos e prekin, edhe mos e keq përdorin. Edhe kjo është, do më thonë, mos e prekin, mos e keq përdorin e kështu me radhë, kjo ndodh, do më thonë, që mos prekin, mos keq përdorin, kur të jetë, do më thonë, i mbjellur tauhidin në zemrat e njerëzve. Se atëherë ata kur e din, do më thonë, argumenti u ka ardhur aty, se kjo është për kurban, për në Kabe. Atëherë e din, do më thonë, se Allahu Teala i ka pa ata. Edhe nuk ka një justifikim para Allahut, jo para njerëzve. Se ti mundesh atit njeriu ti thotë, jo unë se pash, jo unë ngatrova, jo unë kështu, musit nuk më shifeshin pi bukës që s'kisha ngrënë një javë ditë ku e di çfarë, edhe me ngatru punën. Jo, para Allahut. Para Allahut. Kjo duhet ta dish, para Allahut, jo para njerëzve. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.